Nuk ka si grosha, është shumë e ushqyeshme edhe e leverditshme për gjithë shqiptarët, është gjella tipike, grosha. Të dashur ndjekës, edhe unë vjeshtën do ta nis me një grosh, se shqiptarët e pëlqejnë shumë. Edhe unë pastrova syrtarin, kishte ngel një dorë, është e vjetër, grosha e vjetshme. Këtu kam marrë 300 gram, aq ishte, e gjithë masa, grosh, e kam la, edhe e kam kullu, se kjo është tip kullese, e kam boazër, e mos la hum dhe juve kohën, se më ndihni, respektoj. Tashti marrë dhe i hudh një gisht mbi grosh me ujë të ftohtë. Gjithmonë, në valën e parë të groshës, për mban shumë gazra, duhet ta heqim. Gjithmonë. Mirë është ta heqim, me mos e lënë me një ujë. U bën 10 minuta, që kisha lënë groshën në ujë, tashi do ta shplaj me ujë të ftohtë, dhe ta vej në kullim dhe do ta vej me e zi. Që unë mishin dhe groshën e zi me presion. Kjo shpejton kohën e zierjes edhe groshën e bësh shumë të mirë. Ja, me ujë të nxehtë. Tashi marr groshën e hudh tek uji i nxehtë. I hudh edhe 2 pika vaj, se e zbut më mirë. E tashi e mbyll tenxherën. 2 herë do ta mbush me ujë, ujin e parë dhe ujin e dytë. Me 2 ujëra unë e zi groshën, aq, nuk do më shumë, sa do e vjetër tjetë. Me valën e parë do e ul dhe do e bëj në një zjarr mesatar, avash, e kam lënë gjysmë ore, me orë në dorë, nuk e kam pa, se kam hap fare tenxherën. E shoh që e ngrehër pas here ka ujë, do pa kujdes tenxherja, kam thënë, po unë e ja di atë hilen që ka, kështu që e hudh edhe e ul tashi më shumë, e lej shumë pak, me ujin e dytë, edhe ujin tjetër të nxehtë, tashi nuk i hudh më ujë, derisa të përfundoj zjerja me zjarr të avashët, do ta lej rreth 3 çerekore. Groshën gjithmonë e vej në moment, nuk e vej në darkë. Mbas ujit të dytë, tashi marr dhe hap, mbas 2 ujërash, kokra e zime. Tashi do merrem vetëm me punimin e salcës. Ma një tjetër, o tenxhere, o ftere, qatë ndodhet në shtëpi, po unë me që do e kaloj këtu në këtë tenxhere, po e menoj me hudh këtu, do t'i hedh rreth 1 filxhan me vaj ullini. Kjo është mbas dëshirës, ndaç me t'lyn, ndaç me që të dëshironi, dhe marr dhe këtu kam ngri një qep mesatare. Do t'i hudh edhe një kokër qep mesatare. Dhe kam prej kubik, dini të gjithë si pritet qepa. Qepës do t'i hudh pak kryp, që të zbutet pak në vetvete. Do e muloj, që të bëhet perfekte. Kemi halli mos na digjet, të zbutet dhe të rri me një ngjyrë të bukur, ngjyrë të artë, themon. Mas 2-3 minutash, tu kam pregatit një spec të vogël të kuq, pak pikant, sigurisht, se grosha do pak, ujt i bën dëm mos i hedhi spec të zakonshëm, ato që i ndodhet në shtëpi, jeshila si mund të dëshiroj, po unë ja hodha të kuq, se është më i omël, gjithmonë specat e kuqe kanë më ëmbëlsi, më sheqer se speci jeshil, prandaj dhe përdor më shumë për gatime të kuqe. E lej zbutet dhe pak, e shikoni dhe vetë, pa 7-8 minuta, nuk mund ta pregatitës këtë lloj salce, se ju thash që qepa duhet të zbutet për këtë lloj gjelle. E kam marrë një domate, dhe domatja është domate tulse, një kokër, ja kam heq lëkurën, e kam prej kubik, një lloj si qepa, i kam hudh një lugë të vogël me speca pak të ashpër që janë tip farësh, ai është pak pikant më shumë se speci që i hodha, edhe një lugë të vogël me pelte domate, për t'i dhënë ngjyrën dhe shihen pak më të mirë groshës. Ndu dhe pak kryp tashi, se do e qop në punë.
Tani për të punu më mirë salsa, të jetë pothuajse gjysmë e përfundume, do t'i hedh nga longu i groshës. Munoj me marr pak kokra, longun e groshës. Që të bëhet një salsë e mirë, perfekte, e lidhme. Vazhdoj e zbus edhe një qik me long prap. Thash që duhet të bëhet një masë tepër kremoze, mos duket qepa me domate. E muloj dhe pak. Ja dhe salsa, e ka përthith ato longun që kryoj vetë, longu i groshës, po shtërron, po e lej me ynyrën e vetë. Ka marrë pamjen e një salse të lidhur, tamam perfekte për këtë gatim. Do t'a hub kështu ditë për i herë. E hap edhe pak më shumë dhe e lej tashi të zi avash avash me salsën që i hudha. Do t'i hudhe edhe pak vaj ullini sipër, se dihet që grosha shkon shumë me vojnë e ullini. Tashi i muloj dhe i lej të zi avash avash 10 deri 12 minuta. Ja dhe grosha, maroj, është bë ashtu siç më pëlqen më. Jam për shtat ardhjes vjeshtës, me perimet që t'i duken dhe pak speci. E kam bë pak më veroqe, se s'ka ardhimri tamam. Dhe është një vakt shumë i ushqyshëm. Në fillim unë do t'a provoj sa do i kam hudh kryp, po gjithmonë krypun ja hudh 5 minutave të fundit, që të mos zi grosha kokra. Jo, do më, për mendimin tim. Ashti e fik vatrën dhe kam gati për drek.